Gjysmëvjetori i dytë në shkollat e Tetovës filloi me mungesën e qindra nxënësve për shkak të virusit stinor. Drejtoresha e shkollës Liria në Tetovë thotë se ka dezinfektuar hapësirat, ndërsa kërkojnë nga prindërit që fëmijët me simptoma të mos i dërgojnë në shkollë. Sipas të dhënave që kemi parë prezencën e nxënësve, këtë ditën e parë të gjysmëvjetorit të dytë, domethënë në për disa klasa kemi patur një numër nga 13 nxënës, nga 5 varësisht nga numri i nxënësve në për klasa që ndodhet. Kemi pak mungesë të nxënësve. Kemi bërë edhe dezinfektimin e hapësirave, edhe të gjithë objektit domethënë. Jemi përgatitur për këtë gjysmëvjetor që t'i presim nxënësit me gjitha kushtet të cilat duhet t'i ketë një institucion. Një apel të gjithë prindërit nëse fëmijët e tyre rezultojnë me simptoma të gripit, është mirë që fëmijët të mos dorëzohen në shkollë. Nga sektori për arsim në komunën e Tetovës thonë se posë nxënësve në disa shkolla në fillim të gjysmëvjetorit të dytë, për shkak të gripit mungojnë edhe mësimdhënës. Gjitha masat janë marrë, është bërë dezinfektimi i shkollave, janë bërë para përgatitjet, para prake për fillimin dhe mbarvajtjen e këtij procesi edukativ arsimor. E dim që jemi në kushte klimatike, temperatura të ulta dhe ekzistojnë viroza. Një numër i nxënësve, sipas informacioneve që kemi, mungojnë në shkolla për shkak të viruseve. Mirëpo është mirë që të respektohet edhe thirrja nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, ata fëmijë cilët janë me viroz, prindrit e tyre mos i lëshojnë në shkolla. Mungesën e fëmijëve të tyre do të arsyetojnë me vërtetim mjekësor që fëmia ka qenë me viroz. Dauti thotë se është të siguruar mjaftueshëm edhe lëndë djegëse për ngrohje të shkollave me tekste veçantë në shkollat e Malësisë së Sharrit, ku ditëve të fundit temperaturat rezultojnë deri në -12.